Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendimi është një derë që Allah subhanahu wa ta'ala e ka lënë të hapur për çdo mëkatar, qoftë të madh apo qoftë të vogël, që dëshiron të kthehet me sinqeritet. Dhe kushti kryesor është që të jesh i sinqert me Allahun Azza wa Jall. Askush nga ne nuk është i pa bërë mëkat. Çdo kush prej ne bën mëkat. Ai është falës i madh dhe mëshirues, thot Allahu subhanahu wa taala. Ky ajet është prej ajeteve më shpresdhënëse që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe për gjithë njerëzimin. Dhe o ju që e keni ngarkuar veten me mëkate, thot ktheuni Allahut subhanahu wa taala dhe mos e humni shpresën. Mos e humni shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Dera pendimit është e hapur. Profeti alayhi salatu wassalam, por dijeni se është i përkohshëm kjo derë. Si është e përkohshme? Është e përkohshme në këtë botë. Në momentin kur ti të vjen me lajka për ta marrë shpirtin, nuk ka më pendim. Nëse e she me lajkën dhe e ke gargarën e fundit, para se me dal shpirti, dije mo që nuk ka pendim tek Allah subhanahu wa taala. Edhe faraoni i besoi Allahut kur Allahu azza wa jall e dënoi në deti. Kur e dajti detin Musa alayhis salam me shkopin e tij, subhanallah, po e sheh detin e hapur, dhe prap pas Musait po shkon me ushtrinë e tij për me sulmu Musain alayhis salam. Mirë, po në momentin kur e pa që deti po i rikthehet asaj siç ka qenë më herët, atëherë tha unë i besoj Zotit Musait dhe Harunit. Allahu akbar. Allahu akbar. I besoj, tha, pastaj në fund i besoj. Po kot që i besove. Kot, sepse deri në ato momente ti ke bo zullum, deri në ato momente ti ke qenë prej atyre që i ki luftu fenë Allahu subhanahu wa taala. Dhe tani po pendosh. Pastaj thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allah e pranon pendimin e robit të tij, përderisa shpirti nuk arrin në fyt. Dhe ka thënë kushdo thot që pendohet para se të lind dielli nga perëndimi, thot Allahu ja pranon pendimin. Pse ky hadith kështu vllazni? Një prej shejave të kiametit është që lindja e diellit do të jetë nga perëndimi. Atë ditë krejt do t'i besojnë. Deri dje këne është lindja dhe për një moment po lind prej perëndimit. Atë ditë se cili do t'i besoj. Po atë ditë më nuk ka kthim. Se cili do të beson që do të bëhet kiameti. Se cili do të ashe që më nuk është diçka në rregull me ligjet e këtij kozmosi. Edhe është normale që do të pendohet, por se nuk ka më pendim aty. Prandaj thot, mos e vënoni pendimin, mos u mashtroni thot nga pasuria, nga koha, nga rinia, nga shëndeti, vdekja vjen pa pritur vllaje. Nuk e din o vllau im, tani e ki fal namazin e xumos, dalish për jashta, të godet një automjet dhe shkon tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk e din. A ki marrveshje o vllai im ti me Allahun azza wa jall? Deri në cillën mosh ki me jetu? A ki marrveshje? Ti që se fal namazin, a ki marrveshje? Deri nesër a je gjallë. Andaj filloj namazin. Filloj 5 vaktin. Çdo herë dikush i kishte thënë një xhamatli apo disa xhamatli, një hoxhës, hoxh veç për namazin po fol. Vallahi ka me fol veç për namazin, sepse namazi është shtylla e fesë islame. Derisa ti shoh musliman duke fal 5 vaktin. Sepse është shtylla e dinit islam. Puna e parë, përgjigjja e parë, apo pyetja e parë në ditën e gjykimit është namazi. Kur çdo që e lën namazin, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, fakat kefer. Ka bu muhim, që është e rrezikshme në mesin e dietarëve lënsi i namazit. Është për gjunaqçarëve të mëdhenj. Po a ka kthim, a ka pendim, o nuk ka gjuna vllai jam që Allah nuk ta fal.
Wallahi nuk ka gjuna që nuk ta falë Allahu azza wa jall. E dini rastin ai personi i cili i mbyti 99 persona. Allahu azza wa jall ja pranoi pendimin. 99. Ti që ke bërë mëkate të mëdha, pse e humb shpresën tek Allahu azza wa jall? Pse e humb shpresën? A je ti që i ke mbyt 99 vet? Nuk je. Bile i than, shko te filoni, te filon shehi, apo te filon dietari. Ta jep ne fetva. Se nuk po dim na me dhon fetva, ke bo shumë krem të madh. 99 vet i ke mbyt. Shkoj te një dietar, edhe e pyeti, tha çka është halli jam? Tha nuk ka pendim për ty. E mbyti edhe ata 100 e boni. 100 e boni, subhanallah. Edhe unë nis me shku me një vend me shku tek një tjetër për ta pyetur, për t'u penduar. Dhe gjatë rrugtimit e nxuni vdekja. Gjatë rrugtimit e nxuni vdekja, vllazni. Edhe pasi që nxuni vdekja, me lajket e mëshirës edhe të azabit, me lajket e rahmetit, që kanë qefti që ti me shku në xhenetin Allah subhanahu wa taala. Ndërsa me lajket e azabit, thënë kjo i kam byt 100 vetë. S'ka për të xhennet, subhanallah. Atëherë kur e sheh Allah subhanahu wa taala këtë debat mes me lajkeve, mëshira e madhe, subhanallah, mëshira Allah të te i kalon hidhrimin tim, ka thonë Allah në hadith kutsi. A di çfarë i thot me lajkeve? Thot matne vendin e krimit dhe vendin e pendimit. Nëse është më afër vendit pendimit, atëherë Allah subhanahu wa taala ka me përfshi me falje dhe ka me fut xhennet. Nëse është më afër krimit që e ka bo, 100 që e ka mbyt, atëherë Allah subhanahu wa taala ka me fut xhenem. Mëshira Allahu të bën, tokën e tërhek ka vendi jo i krimit, po vendi i faljes. Dhe thot matne, dhe normalisht matët drejt vendit të pendimit dhe Allah subhanahu wa taala e fal. E mirë, ti a je qaj vllai jam? A je qaj? Nuk je. Atër pse nuk i kthesh Allah subhanahu wa taala me pendim? Pse nuk i kthesh me pendim? Nuk je ti Omeri si që theksuam në hutbën, Nuk jemi ne sikur disa idhujtar të cilët e kanë luftu Muhamedit alayhi salam. Nuk jeti sikur ata persona në Taif që e gjakosin Muhamedit alayhi salam. Nuk jeti ai person që plancat e deveve ja kanë qitë në kokë Muhamedit alayhi salam. Në sejdë ka qenë, plancat ja kanë qitë. Fatimia, ja Rasulallah, pi thot Muhamedi alayhi salam, kishte para nesh pejgamber që i kanë prej me sharë, midis trupin ja kanë prej, dhe nuk jenë larguar nga fjala la ilaha illallah. S'jenë largu. Andaj ti nuk jenë qatë gjendje, o vllai jam. Pse akuzon vetë vetën për shkak gjunave? Ktheu dinit Allahut subhanahu wa taala. Nëse ke bërë mëkate të mëdha, dije se për të pastruar nga këto mëkate, duhet t'i kesh plotësosh 3 kushte. Kushti i parë, me njëherë ta lësh mëkatin. Nëse ke pi alkohol apo gjuna e tjera, lër alkoholin me njëherë. E dyta, pendoje tek Allahu. Ja Rab, falem, se s'ka mëkat që ti nuk e fal. Dhe e treta, ja Rab, kur më nuk kthena unë në qatë gjuna që e kum bo, nuk ka mëkat që Allah nuk e fal. S'ka mëkat. Po nëse i ke bë padrejti dikujt zullum, atër qëtyve 3 kushteve, ja shton edhe kushtin e 4, shkon dhe i thua ma bën halal vllaja, se të kom bo padrejti. Nëse i ke hin hak, nëse i ke marrë diçka dhe nuk ja ke kthy, ktheja, se në ditën e gjykimit nuk ka më halal shtisje që thajnë këto. Halal, por se atë ditë ka që gjunahet t'i jep ty aj. Ti merr se vapet dhe t'i jep gjunahet. Pastaj thot, shembuj nga sahabët që u penduan ishte Ka'b ibn Malik dhe 2 sahabët e tjerë që nuk shkuan në betejën e Tebukut. Nuk shkuan, sahabi të nderuar. Edhe Muhamedi alayhi salam urdhnua vllaznin në luftë. Urdhnuan me shku në luftë. Edhe Muhamedi alayhi salam i pa që nuk erdhën në luftë këta 3 persona. Nuk ishin prej munafikëve. Nuk ishin prej dyftyrshve, të cilët pas luftës
i shkuan Muhamedit a.s. me arsyetime të çuditshme, Muhamedi a.s. i pranonte. U kry, ani ke pas arsyetim, vazhdo. Por se këta ishin të sinqertë dhe i tregun. Dhe Muhamedi a.s. për me rujt sinqeritetin e tynve, që mos m'ju fut dyshimin në zemrat e tyre, i urdhroi që të bojkotohen 50 ditë. 50 ditë i bojkotun këta njerëz. Këta 3 sahabi. 50 ditë. Njëri prej sahabive, çfarë tha? Apo gruaja e tij, çfarë tha? Ja Resulallah, thot burri im është plak. Thot çfarë ti bëj? Ata ushqej. Se urdhnuan që dhe gratë me bojkotu burrin. Për shkak të mëkatit që e kishin bërë. Atëherë tha, po tha, ushqej, se është plak. Dhe Ka'b ibn Maliki thoshte subhanallah, tha falsha me Rasulin a.s. Edhe tha jipsha selam, tha nuk ma kthente selamin, edhe veç ta e këqyrsha në gjuhën e tij apo ma kthen selamin vetvete kështu. Kur i thoja selamu aleikum, që në vetvete me thonë aleikum selam. Nuk ma kthente selamin. Paramenoni vllazni, këtë xhamatli jemi, dikush po e bën mëkatin, një mëkat, edhe po e bojkotoj. Deli për jashta, kërkush nuk të flet. Sepse atër ka qenë, normalisht Muhamedi a.s. halife i muslimanëve, udhëhec dhe i ka urdhëruar dhe gjithë e kanë bërë, domethënë bojkotin. Në disa raste lejohet bojkoti. Kjo është një dobi që në disa raste lejohet bojkoti ndaj vëllaut musliman kur e bën një gjuna të madh, që nëse e sheh që ka dobi i bën bojkot. Nëse e sheh që nuk ka dobi, nuk ka bojkot, se ato e largon akoma më shumë. Pastaj çështja tjetër është që Allahu subhanahu wa taala u pranoi pendimin atyre të treve që mbetën prapa derisa toka ju bëi ngushtë, sa s'mbanin me veten dhe kuptuan se nuk ka shpëtim përveç se tek ai. Pastaj Allahu u dha pendim që të pendoheshin dhe vërtet Allahu është ai që pranon pendimin dhe është mëshirues. Sura At-Tauba ajeti 118. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të dashur, na e dim se çdo njeri bie në mëkat. Shpesh bie në mëkat, por nëse ai e njeh dobësinë e tij, e përul veten para Allahut subhanahu wa taala, i kthehet Zotit të tij, atëherë ai është nga të dashurit e Allahut. Edhe nëse ka bërë mëkat. Dije vëllai jam. Ti edhe nëse ke mëkate deri këtu, je mbushur me mëkate. Me një hadith kutsi thot Allahu subhanahu wa taala, ditën e gjykimit vjen robi me mëkate shumë të mëdha. Mirë, po thot një gjë nuk e ka pas të shirku. Me dasht Allahu subhanahu wa taala i fshin gjitha gjunahet. A dini rastin? 2 raste janë. Për një rast ka shku në xhennet, për një rast ka shku në xhenem. Një lavire që i dha ujë kujt? Qenit. E mori këpucën, e mbushi me ujë dhe ja dha qenit. Që kjo vepër e mirë u bo sebe para vdekjes, Allah subhanahu wa taala ja fshirin gjunat e kaluara. Për atë arsye na vllazni, nuk lejohet me gjyku ndaj muslimanëve me thonë çka ka me shku në xhennet apo çka ka me shku në xhenem. Nuk është kjo bindja e sunetit. Nuk lejohet, se nuk e dim përfundimin e tyre. Por edhe kundërta, ka shku në xhenem shkaku që e ka mbyll një matce dhe nuk i ka dhënë ushqim. Ka cof, ka ngordh, shkaku mos të dhënjes së ushqimit për një vepër ka shku në xhenem. Riyadhu billah. Allahu na ruajt. Allahu thot vërtet Allahu i do ata që pendohen shumë dhe që pastrohen. Profeti alayhis salatu wassalam ka thënë, ai që pendohet është sikur mos me bëj gjuna. 6 orë ngrit lapsin. Nëse pendohesh, nuk e shkruan me laçja. Po nëse e shkruan, prap ka pendim. Allahu subhanahu wa taala e kalon ligjin e tij që e fshin mëkatin. E fshin mëkatin dhe bëhet sebeb ndoshta edhe ky mëkat që ti të vetëdijsohesh pastaj pas pendimit me Allahun subhanahu wa taala. Praktika e të penduarit është bëj istikfar shpesh me gjuhën tënde. Muhamedi alayhis salatu wassalam vllazni ka pas mëkatet e falura. Të falura i ka pasur. E ka pa
duke bërë namaz nate, ju kanë ajt këmbët, atë gjatë ka falë namaz, se ka pas farz namazin e natës, jo si kur ne që se kemi farz. Edhe i thoshte Aisha radiallahu anha, ja Resulallah, Allahu ti ka falë gjunahet, të tashmet kaluarat dhe të ardhshmet, dhe prap po e mundën vetën katë shumë, ishte prej atyre që 100 herë në ditë kërkon të falje, estakfirullah, thoshte, subhanallahi wa bihamdi, i bënd të këto dhikrën mëngjes e mbrëmje. Atër i thot Aishës radiallahu anha, oj Aisha, thot, a mos t'jem rob falenderuas pra? Nëse Allah mi pas ka falë gjitha mëkatet, pse une, po themi kushtimisht mos t'ja kthej Allahut me të mira, po, se nuk thuhet kështu, po, ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala për këto mirësi dhe begati që mi ka dhonë, atër kërkoni falje. Thuni estakfirullah, tërkohën, estakfirullah, bëni dhikër Allahun subhanahu wa taala, lexo Kur'anin dhe medito për mëshirën e Allahut azza wa jall. Në shkronjën e Kur'anit vllazni ka 10 sevape. Alhamdulillahi 70 sevape, veç e thu. Rabbil alamin 140 sevape. Por një faqe ku ta lexon, nditbre një faqe ku ta lexon, me 10-300 sevape i ki. Andaj nëse sot nuk di me lexu Kur'an, mundohu fillo me lexu Kur'an apo mësoj shkronjat, sepse kanë me të vyt në ditën e gjykimit me lenin Allah subhanahu wa taala. Lutem për ulje dhe nënshtrim, sidomos në orët e fundit të kohës, e sidomos në pjesën e tretë natës. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall zbret, si zbret bila kef, nuk e dim si zbret. Nuk e fusim kokën në këto gjëra. Zbret, thot Allahu azza wa jall. Muhamedi alayhi salatu wassalam, pjesën e tretë natës dhe thot, kur njerëzit janë të flajt, që ti qosh në orën 2 të natës, 1 të natës, e lut Allahun, thot një rob i till, ja pranoj duan. Ja pranoj duan. O Allah falem, këtë njerëzit të flajt. Pastaj thot, largoje veten nga mëkatet dhe shoqëritë që e shtyn drejt tyre. Largoje veten nga gjunahet. Dhe nëse s'mundesh me largu shoqërinë, ndryshoje, se shoqëria të bën më fut prap në gjunahe. Një ditë thu jo, ditën tjetër thu jo, kur thashe ditën e tretë e bën gjunahen. Sepse të mund shoqënia, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, thot shiko se kë po e marrish për shok. Apo një person është në dinin e shokut vet. Në dinin e shokut vet. A të shkon muhabeti ty me një që e shon dinin Allah të zërë? Nuk të shkon muhabeti. Përveç se nëse je sikur ai, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, aqimus salah.